Vatra përkujton 150 vjetorin e lindjes Fajkonicës në Boston. Me rastin e 150 vjetorit të lindjes patriotit Fajkonica, një prej mendimtarëve dhe figura më të ndritore të kombit shqiptar, Federata Panshqiptare e Amerikës Vatra, Dega Boston në Worcester organizoi promovimin antologjisë të studiusit Fotaj Andrea Fajkonica për një Shqipëri evropiane. Fajkonica ishte një nga shtyllat kryesore të mendimit shqiptar, themeluesi i gazetës Albania, editorit Diellit dhe një nga arkitektët e Federatës Vatra. Përmes publicistikës dhe diplomacisë, ai mbrojti me pasion çështjen kombëtare dhe vizionin e një Shqipërie të lirë dhe të përparuar. Ky aktivitet do të shërbejë si një reflektim mbi trashëgiminë e Konicës dhe aktualitetin e ideve të tij në kontekstin e sotëm shqiptar. Në këtë aktivitet, Vatra Boston në Worcester me moderator Jori Çelaj do të organizojë aktivitetin me 15 mars në orën 12 në Bentley University. Fjala përshëndetje nga doktor Emi Berishaj, fjala misardhjes mentor Maksutaj, Evi Qeleshi, Andrea Pani, përshëndetje lidhje të familjes Pani me Konicën, Fotaj Andrea, prezantimi i antologjisë Fajkonica për një Shqipëri evropiane, profesor Thanas Gjika, kritikat e mësimit të Fajkonicës janë aktuale dhe sot, për shkop të Theofan Koja, djaloshi Fajkonica vizionar, Frank Shkreli, Fajkonica në 150 vjetorin e lindjes, aktualiteti i fjalëve të tij përballë realitetit politik, Dr. Paulin Marku, roli i Fajkonicës në themelimin e Federatës Vatra, Sokol Paja, korrespondenca e Fajkonicës 1920-1925, Rafael Floqi, unë raportet e Konicës me Nolin në dritën e Diellit. Valete Dida Cenalia, Konica mes Nolit dhe Zogut, profesor asistent Dr. Besim Muhadri, Konica publicist dhe kritik letar, Dr. Pashko Camaj, fjala përmbyllëse. Pjesë e veçantë e aktivitetit janë artefakte origjinale të Fajkonicës të sjellë nga familja Pani.